Prokuroria publike ka njoftuar se është duke vazhduar me bastiset dhe masat e tjera hetimore që ndëlidhen me tragjedinë e madhe e të tmerrshme të 16 marsit në Koçan. Organi i akuzës ka njoftuar se ka kryer bastise në Koçan dhe Shkup, ka konfiskuar pajisje elektronike dhe mjetet e provës janë dorëzuar për ekspertizë. Në hetim, do të përfshihet edhe policia financiare mbi dyshimet për inkriminimin e subjekteve të caktuara në tragjedinë e Koçanit. Në lidhje me këtë rast, të hënën janë arrestuar bashkëshortja dhe vajza pronare të diskotekës Pulse, Dejan Jovanov Deko, ku janë konfiskuar 5 telefona dhe ato ende ndodhen në polici. Policia ka kryer bastisje edhe në një tjetër objekt në pronësi të pronarit të diskotekës Puls dhe ka hyrë në kontroll në zyrat e Inspektoratit Shtetëror të Tregut në Koçan, ndërsa pronari i diskotekës Puls ndodhet në një spital të Lituanisë. Ai është njëri prej 4 pacientëve që përkurohen në këtë vend. Ndërkaq, numri total i të dyshuarve për zjarrin katastrofik në diskotekën Puls në Koçan ka arritur në 34 persona dhe është hapur një procedurë hetimore ndaj 27 individëve dhe 3 personave juridik pas hetimeve të para që përfshin 7 nënpunës policor nga sektori për punë të brendshme Shtyp dhe Koçan. Aktualisht janë ngritur akuza për vepra penale, vepra të rënda kundër sigurisë të përgjithshme dhe për shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm. Hetimi për rastin në Koçan kryhet nga 11 prokuror nga Shkupi, Koçani dhe Shtipi. Kujtojmë se në orët e para të mëngjesit të 16 marsit, mbi 650 persona, kryesisht të rinj, ishin duke u argëtuar në diskotekën Puls në Koçan, ku gjatë performancës së grupit muzikor të njohur DNK, papritmas shpërtheu një zjarr i madh, gjë që bëri të humbin jetën 59 persona dhe mbi 190 persona të tjerë u lënduan, madje disa prej tyre ende janë në gjendje të rëndë shëndetësore.